E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte sërish së bashku. Këtë herë do të vi me një histori, në fakt nuk është histori e pa dëgjuar, këto janë histori të dëgjuara, janë histori të dhimbshme realisht. Në shumë familje shqiptare ekzistojnë këto fenomenet që kur ndodhin martesat, kur vinë nuset në shtëpi, vëllezërit shkatrohen, marrëdhëniet e tyre prishen, ajo lumturia në familje shuhet, buzëqeshja humb kuptimin dhe gjithçka në jetë ndryshon. Dhe rrëfimi që unë do të ndaj sonte me ju, pikërisht flet këtë gjë. Ka histori që nuk duhet treguar, por në të vërtetë ato duhet të them. Jo sepse dua të më vi keq për veten apo dikujt t'i vi keq për mua. Jo sepse dua famë apo dua trokitje, por sepse kjo është e vërteta ime. Është e vërteta jon, është historia e 3 vëllezërve që dikur betoheshin se asgjë në këtë botë nuk do t'i ndante kurrë. E sot mjerisht nuk flasin dot as si të huaj po t'ishin. Ne jemi 3 vëllezër, 3 djemë që dikur e rrisnim njëri tjetrin. Ndam kafshatën, vezën e mëngjesit, këpucët e grisura dhe dhimbjet e rritjes që vetëm një familje e varfër i kupton. E kishim gjithmonë njëri tjetrin. E në ato kohë na dukej sikur bota ishte e vogël dhe ne ishim të mëdhenj përballë asaj bote. Sepse vllazëria na bënte që t'jemi më të fortë. Por jeta, me gjithë rrugët e saj të padrejta, ka mënyrën e vet për të treguar se sa e brisht është zemra e njeriut. Gjithçka nisi kur ne u ndam, si e cili me familjen e vet, si e cili me hallet e veta. Nuk e pam që mes nesh po hynin njerëz që nuk na donin të bashkuar. Nuk e pam që një ditë të gratë tona, ato me të cilat krijuam një jetë të re, do të ishin arsyeja pse ne, vëllezërit, do t'i kthenim shpinën njëri tjetrit. S'po them që ato janë të këqija, ndoshta janë rritur ndryshe, ndoshta kanë frikë, ndoshta kanë xhelozi, ndoshta thjesht nuk e njohin vlerën e vllazërisë, por e vërteta është një. Gratë tona na ndan dhe ne, gabimi më i madh, ne e lejuam këtë gjë. Filluan fjalët e vogla. Pse ai ka më shumë? Pse ju i thatë atij e jo neve? Pse shkonte vllaja shpesh? Pse nuk mendon për familjen tënde? Fjalë që tingëllojnë të pafajshme, por në fakt janë helm. E helmi u përhap nga dalë, ditë pas dite, derisa vllazëria mori erm helmi e jo dashurie. Në fillim nuk flet një ditë, pastaj një javë, pastaj një muaj, pastaj vjen një ditë që nuk ulesh më me ta në të njëjtën tavolinë. Nuk feston, nuk qesh, nuk troket në derën e tyre. Dhe pa e kuptuar, vllau i bëhet thjesht një emër në listën e të afërmve. Por jeta ka dhe ditë të rënda. Unë këto i quaj ditët të turpit ton. Vllau ynë i madhi ra në shëndet. Zemra e tij filloi që të punonte dobët. Njerëzit që e pan thoshin e kishte zemrën e madhe, prandaj lodhej dhe shpejt. Po kush e dinte se sa shumë e kishte lënduar jeta atë. Një mëngjes mora një telefonat spontane. Vllai është në spital. Do të operohet në zemër. Një operacion i madh, një luftë mes jetës edhe mes vdekjes. Dhe e dini cila ishte dhimbja më e madhe?
ne nuk mund të shkonim ta shikonim. Jo sepse nuk e donim vllaun tona, jo sepse ne nuk ishim vëllezër, por sepse gratët tona kishin krijuar një mur mes nesh. Mur inatesh, mur fjalësh, mur dyshimesh. Mur që në vend t'i thyenim ne i ngritëm më të lartë. Ulëm si e cili në shtëpinë e vet, duke pritur lajmin nga spitali. A ka dhimbje më të madhe se sa ti jesh vëlla e të mos jesh pranë kur ai lufton për jetën? Lotët më rrithnin në faqe jo vetëm nga frika se mos e humbisnin, por nga turpi, nga pendesa, nga gabimi i madh. Ku arritëm? Si mund të na ndaj pasuria? Si mund të na ndajnë fjalët e grave? Si mundëm t'i lejojmë të thyen diçka që duhej të ishte e pathyeshme? Në ato orët e errta, ku vllau im ishte nën thik, e ku zemra e tij punonte mes jetës edhe vdekjes, unë u luta jo vetëm për jetën e tij, por për faljen e Zotit, sepse e kishim humbur rrugën, e kishim harruar rënjën, kishim harruar se kush ne jemi në fakt. Kur doli nga operimi, kur dëgjova që ishte gjallë, zemra mu drodh. E mbajta veten që të mos qaja nga lumturia, por më dhëmbi një e vërtet e hidhur. Vllau im doli nga operacioni, por vllazëria jon nuk doli gjallë. Ende nuk flasim, ende jemi shumë larg, ende jetojmë mes murit që nuk guxojmë ta rrëzojmë. Ende gratët tona hedhin benzin mbi zjarr. E ne burrat që dikur luftonim për njëri tjetrin, sot jemi duke heshtur. E sot po e them me zë shumë të lartë. Ky është gabimi im, gabimi i jetës. Pasuria nuk na ushqen shpirtin, as shtëpit, as tokat, as emrat në letra. Zemra ushqehet me diçka tjetër, me vllazëri, me falje, me kujtime, me respekt. E kur këto humbasin, pasuria kthehet në mallkim dhe familja kthehet në armiqësi. Ndoshta një ditë do t'ulem para vëllezërve të mi dhe do të them më falni për gjithçka. Më mungoni. Ndoshta një ditë do t'i shtypim këto mure. Ndoshta një ditë do t'i tregojmë grave tona që vllazëria nuk negociohet. Ndoshta një ditë do t'jemi sërish bashkë në një sofër ashtu siç ishim dikur. Por sot kjo është historia ime, e dhimbshme, e hidhur dhe tepër e vërtet. Historia e 3 vëllezërve që kishin gjithçka por humbën njëri tjetrin. Dhe nëse ky rrëfim prek dikë, nëse ndonjë vëlla po më dëgjon, mos bëni gabimin që bëm ne. Mos e lini pasurinë të marrë atë që Zoti ju ka dhënë, vllazërinë. Sepse kur vëllai bie në shtrat spitali, pasuria nuk vlen asnjë gram. Vlen vetëm zemra, vlen vetëm dashuria, vlen vetëm familja. Kjo është historia jonë dhe bara që ne mbajmë çdo ditë mbi shpinën tonë. Kjo është historia e kësaj familje, në fakt është një histori tepër e ndjerë. Unë uroj me zemër që të vetëdijsohen edhe të kuptojnë se nuk ka gjë më të bukur se sa të dhurojmë dashurinë në këtë botë.